Për 16 vite radhazi, një emër ka bashkuar sportin, komunitetin dhe identitetin shqiptar në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Turneu futbollistik Vllaznimi Soccer Tournament në kujdesin e QKSH-s Struk është shndruar një nga ngjarjet më të mëdha sportive të diasporës shqiptare në botë. Edicioni 16 u zhvillua në kompleksin sportiv të Turn City në Wayne të New Jersey-t, i cili edhe këtë vit u kthye një epiqendër shqiptare nga e gjithë trevat. Që në orët e hershme të mëngjesit, atmosfera festive dhe sportive ishte e pranishëm kudo, në tribuna, në fush, edhe përreth sallës. Turneu u hap tradicionalisht në orën 9 me intonimin e himnit kombëtar shqiptar dhe atij amerikan, një simbol i unitetit, respektit për rënjët dhe vendin e mikpritjes. Pas fjalëve përshëndetëse të kryetarit të QKSH-s Struk Sinan Alimi dhe përgjegjësit të turneut Lirim Kaba, nisi zyrtarisht maratona sportive. Një organizim shembull me një staf të gjerë vullnetarësh, këtë vit u udhëhequr nga Lirim Kaba, Edi Ramadani dhe Kalosh Sela, u kujdesa për çdo detaj, nga parkimi mbi 450 automjeteve deri në funksionimin perfekt të sallës dhe fushave të lojës. Këtë vit 24 skuadra do të marrin pjesë në këtë turne. Skuadra nga Shqipëria, nga Kosova, nga Maqedonia, nga Malizi dhe nga gjitha trojet shqiptare etnike. Një falënderim të veçantë për Qendrën Kulturore Shqiptare Amerikane Struga, si organizatore 16 vjet e këtij turneu madhështor. Në këtë edicion morën pjesë 24 skuadra, secila me nga 10 futbollistë, duke sjellë një konkurrencë të fortë dhe spektakël të vërtet sportiv. U zhvilluan gjithsej 36 ndeshje, paralelisht me 2 fusha me ekipe nga Shqipëria, Kosova, Malizi, Maqedonia e Veriut, Presheva dhe diaspora shqiptare në Amerikë. Ndeshja u hap mes 2 skuadrave nikoqire, Vllaznimi dhe ekipi i Lushnjës, ku hapë një ditë mjaft të gjatë, emocionuese dhe nuk munguan golat e bukura dhe duartrokitjet nga mijëra spektatorë, të cilët ishin të pranishëm në sallë dhe ato përmes rrjeteve sociale. Përtej futballit, turneu ofroi edhe një festë kulturore, ushqime tradicionale, të cilët i dha një atmosferë familjare. Këtë aktivitet e bën akoma më shumë se sa një garë sportive. Pas fazës së parë, 16 skuadra u kualifikua në fazën dhe me eliminim direkt. Para rifillimit të ndeshjes, artistët e QKSH-s Struk ndezën sallën me valle këngë tradicionale shqiptare, duke rikujtuar se ky turne është mbi të gjitha një fest identiteti dhe bashkimi. Çerek finalja dhe gjysmëfinalja sollën përballje mjaft interesante, ndërsa dueli Ulçin Katërkolla dhe Rinia Kraja përcaktuan 2 finalistë të këtij edicioni, Ulçinin dhe FC Rinin. Po ne ndihemi shumë krenar se kjo vjeti 16 që mbahet, kjo turniri filloi përpara 16 vjet në kryesinë e babës time, ne jam krenar që vazhdojmë këtë traditën në vjetin e 16 dhe mundohemi në ardhmen në vjetin 17 e 18 e ta zmadhojmë këtë ta bëjmë më të madhe. Si me kemi pas 24 ekipa që kanë marrë pjesë. E oni sukses, të më çdo vjet o por hap apo më i madh, edhe mendojmë të ardhshme bëhet edhe më i madh, inshallah të mbrojmë këtë 30-32 ekipa që marrin pjesë kët, edhe kjo të mbese tradit për organizatën tonë, vazhdoi jo 20 vjet, po 50 vjet. Edhe më të që. Finalja e madhe erdhi një përballje e fortë sportive mes Përvojës dhe Rinis. Ulçini, një skuadër me disiplinë dhe eksperiencë, u përball me FC Rinin, një ekip i ri, energjik dhe shumë ambicioz. Pas një lufte pa kompromis në fushë, Përvoja e futbollistëve ulçinak bëri diferencën. Me rezultat 3-0, Ulçini u shpall kampioni i edicionit të 16 të Vllaznimit Soccer Tournament, duke merituar trofeun me çmim prej $1.500. Skuadra kampione e edicionit Vllaznimi Soccer Tournament 2025 shpallet skuadra e Ulçinit. Urime dhe duartrokitje për djermoshat nga Ulçini që zhvilluan një ndeshje spektakolare në finale, po edhe gjithë turneun kanë qenë një ekip tepër i veçantë. Ndërsa tani do të vijojmë me ndarjen e trofeve, do të zgjedhim lojtarin më të mirë të turneut, portierin më të mirë. Qëndroni dhe shihoni. Vendi i dytë dhe vendi i parë.
Drejtuesit e turneut, pasi analize të gjitha ndeshjeve dhe në konsultim me njëri tjetrin, kanë konstatuar se portieri më i miri këtij turneu do të zgjidhet portieri i FC Rinia Gjani Ndrecaj. Ftojmë zotri Izmir Alla, një aktivist i vjetër i turneut, që t'ja dorëzoj trofeun portierit më të mirë. U lutem urdhroni përballë. Duar trokitje për portierin më të mirë të turneut. Të turne. Ndërsa tani një çek në kundërvlerë prej $1.500 do ta dorëzoj kryetari i edicionit të 16 të Vllaznimi Soccer Tournament, zotri Lirim Kaba. Ftojmë kapitenin e skuadrës, por edhe lojtarët të bashkangjiten festës për të pranuar trofeun e vendit të parë për FC Ulqini. Urime FC Ulqini! Në ceremoninë solemne të ndarjes së çmimeve u shpërblyen edhe më të mirët e turneut. Çmimi për portierin më të mirë ju dha Gjian Recaj nga FC Rinia, nga Izmir Alla. Lojtari më i mirë i turneut u shpall Klajdi Nucaj nga FC Ulqini. Çmimi u dorëzua nga Ajri Hoxha. Kupën e nënkampionit për FC Rinin e dorëzoi Fatmir Mimini, ndërsa trofeun e kampionit kapiten dhe skuadrës së Ulqinit e dorëzoi Lirim Kaba. Unë ndjeva shumë mirë, viti i parë si e bërë këtë tournament, me thamë faleminderit ekipit Ulqinit, si më ka dhënë këtë posibiliteti dhe kretë organizimin e torneu. Është era e parë që fiton një titull personal? Këtu në Amerikë po, kam fitu tjera në Itali, kur lusha në Itali. Çfarë mesazhi ke për gjithë trinjtë që vinë marrin pjesë në këtë evenement? Unë, si thash parë, është herë e parë si e bëj, më ka pëlqyer shumë si turne, sigurisht do kthehem vitin tjetër. Jam Gjiani Ndrecaj prej Vërmosh. Jam gëzuar shumë për këtë, është turnament shumë e madhe këtu në New Jersey, edhe vetë jam shumë i ri, jam 17 vjeç. Është shumë e madhe për mua, din ai tjetër porteri ka bërë shumë e mirë krejt ditën, edhe s'mune me tha sa excited jam për këta, din është shumë e madhe për mua dhe tash kam ma kohë me ardhë këtu prap edhe me fitu ma shumë. Edhe kësaj radhe ka qenë një edicion shumë i suksesshëm, unë për vete kam qenë i suksesshëm, po ashtu edhe pjesëmarrësit e të gjithë skuadrave ka qenë shumë të kënaqur me këtë përgatitje që ne e organizuam edhe si mjet. Sa skuadra kishit si vjet dhe me sa pam kishim një rritje këtë vit? Si mjet kishim 24 skuadra, kishim 4 skuadra më shumë se vitin e kaluar. Ishte edhe kjo një sukses se për herë të parë patëm edhe 4 skuadra nga Shqipëria, si ekipi i Lushnjës, Mallakastrës, po ashtu edhe ekipi Eagles që ishte nga Kuksi. Gjithashtu, çdo vit i kemi nga trevat shqiptare, Presheva, Vojvodovci, Kosova, Malizi dhe Nesi Nikoqir të Maqedonisë apo qytetar të Strugës. Unë jam tepër i kënaqur. Sot më vërtet ka qenë kemi pas shumë publik edhe çdo ekip ka luajtur në mënyrë profesionale, nuk kemi pasur asnjë probleme. Është kënaqësi e madhe që viti si mjet ishte viti 16 edhe përafërsisht 90% janë të njëjtët ekipa që kanë ardhur, edhe prej një 5 ekipave ishte interesant fëmijët e atyre që ka luajtur më përpara sot luajnë këtu. Unë si lider i kësaj turneut këtu Vllaznimi, duhet t'i faleminderoj stafit, duhet t'i faleminderoj kretë sponsorve, si që përmendëm më përpara, dhe më në fund qendrës kulturore shqiptare amerikane për përkrahjen, për mbështetjen ato dhe që ma dhanë besimin ke mua. Edhe një herë thëmë kështu,
çdo gjë është rregull. Me të vërtetë ne shqiptarët jemi të mrekullueshëm, ne jemi të bashkuar dhe ju presim në mot vitin e ardhshëm me sa më mirë. Gëzuar festat, gëzuar Krishtlindjet, gëzuar viti i ri 2026, të na bie më të mirat bagëtit dhe shëndet. Për te fituesve në fushë, triumfi më i madh ishte ai i organizimit, i vullnetit dhe bashkimit. Me muaj të tëra punë, kryesisht vullnetare, ky turne vazhdon të mbajë gjallë kulturën, traditën dhe unitetin shqiptar të diasporës përmes sportit. Faleminderim të veçantë për të gjithë aktivistët, sponsorët, spektatorët dhe mbi të gjitha 24 skuadrave pjesëmarrëse, të cilët në këtë edicion shkruajtën histori.